Dështimet e një pasnjëshme nuk e kanë zbehur dëshirën e autoriteteve të komunës së Preshevës për hapjen e kufirit Llojan Miratoc. Komuna ka dërguar sot zyrtarisht një kërkesë në adresë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë për rifillimin e iniciativës për hapjen e pikës kufitare Miratoc Llojan ndërmjet Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut në territorin e komunës së Preshevës. Iniciativa daton që nga viti 2005, por pas disa zhvillimeve pozitive ligjore dhe politike, ajo meriton të rikthehet në tryezën e bashkëpunimit të ndërqeveritar. Komuna e Preshevës ka qenë pjesë e grupit të përbashkët punuese të dy qeverive, mirëpo punimet janë ndërprerë në fund të vitit 2022. Komuna e Preshevës propozon që të rifilloj puna e këtij grupi dhe të bëhen hetime në teren për përcaktimin e lokacionit më të përshtatshëm për këtë pikë kufitare. Ne shprehim gatishmërinë e plot për bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe institucione tjera kompetente në mënyrë që kjo iniciativë jetike për rajonin të vihet në zbatim, njoftojnë nga komuna. Ata thonë se hapja e kësaj pike kufitare do të lehtësonte qarkullimin e njerëzve dhe mallrave, do të nxit edhe zhvillimin ekonomik të zonës, do të kontribuonte për uljen e papunësisë dhe do të forconte stabilitetin e bashkëpunimin rajonal.